Ka nisi si hobi më është bërë profesion dhe dikur stili jetesit. Kam nisë kur nuk ka pas as trepikshe, as semafora, as kosh me faul. Kam vazhduar në ligat të një shteti që më nuk ekziston, dhe në ligat të një shteti që po e themelonim vetë, pa ditë kur ajo ndër realizohet. Kam luajtur në beton, në sallat të sporteve dhe në palestrat të shkollave fillore. Kam transmetuar Ligën e Kosovës nga sallat e ftohta me telefon statik për radio. Kam transmetuar NBA dhe lojrat olimpike. Dhe 50-10 kam betur deri në fund të çerekut të parë. Mirë po, tregimi im nuk tregohet I vetëm, tregohet me shumë të tjerë që për 80 vite kanë kontribuar në basketbollin e Kosovës. Unë jam Blerin Vunici dhe për 4 episode do t'jem udhërëfyesi juaj në për historikun e basketbollit në Kosovë. Ligë Parbe? Në Ligë Parbe. Po dhe? Më kvalifikimin në Gjakova e konë. Ja. Sekund me pjesë marse. Ja. Sekund me neve në ekip. Jo, më në atër kom luajtur për PN, për Rami Sadiku në një kohë. Boni riorganizimi I ligave të Jugosllavisë, edhe u bon 2 liga të para B, Liga Lindje dhe Liga Perëndimit. Tash në Ligën Lindje u dofke me konë një përpasues I Kosovës. Takoj ke qashtu me rregulloret e Jugosllavisë dhe u boni kualifikim, na I kishim 5 ekipe top që ishin. Praktikisht Bashkimi ka qenë, Peja Motoshnjosi dhe më thonë ka qenë, Trepça, Fush Kosova edhe Prishtina. Edhe u dësht me lunit lloj turnirin në Gjakov, 4 ditë se cila me se cila me lujtë. 4 lojë I letëm, na I fitum gjithat 4. Po në Gjakovë kun, po Trepça ka pahije Ligën e parë B. Na lujtëm të një edhe një sezon Ligën e Kosovës. Po që ka qenë vendimtare, ndesha kundër Prishtinës. Ka qenë nëse trasnishi kartë, që I thejshim, ka qenë I pandashum. Ka pos shutin edhe para fillimit lojës, po me vllaznimin Peroni, vllaznimin vesh ishte në tribuna, nuk lujke për Prishtinën, po ishte në tribuna dhe ishte planifikimet që na kur him Ligë Parbe me marrë si për përcim me vllaznimin edhe punktat e bën ta pinte në shutet edhe lëshon topin me në anën e gjatë. Veç një herë lëshon edhe me në shuton. Edhe unë se majka ai fin, domethënë tap jo na shtona gjatë, ai kap topin, kër topin 4 herë ja vjedha topin. Pardhi Lindjer ka qenë trener, si vërtet këtë sish po gjë marrë një fëmijë po transformosh me kaluaj dhe kështu që e fitum edhe atë ndeshje edhe me 4 fitore kualifikum për Ligën e parë B. Aja kanë qenë, do thotë, kur ka qenë Ismet Kurteshi trener, aja ka qenë Mitrovica ka I Ligën e parë B I Jugosllavisë, mas ende kena pas ftesë prej Trepçës. Unë si vllaznin Peroni dhe Zekolli. Mirë po, fillimisht është edhe aty Ismet Shumanović. Po, Ismet Shumanović ka qenë treneri I parë, është e vërtetë. Kur ishim në përgatitjet, në largon për përgatitjeve. Kemi qenë përgatitje Kranjska Gorë, kur e konti I largun për përgatitjeve. Ka qenë edhe kjo me Ismet Shumanovićin, I cili vije nga ekipi femrave për të drejtuar meshkujt, ai kishte pas një karrierë shumë të gjatë me femrat, ndërkohë me meshkujt është hera e parë. Konflikti im me të ka qenë në përgatitje, ku me siguri kam thënë diçka më tepër se sa që lejon trajneri dhe më ka përjashtuar nga përgatitjet. Po prap ki vazhdu, ki mbet. Po mdo këtë. Po,
ndeshjet e para nuk më ka fut në lojë. Derisa është zamensuar Ismet Shumanović me Ismet Kurteshin, aty kam pas minutazh më të madhe, madje në një prej raporteve të gazetës Rilindje, thuhet që në pjesën e dytë kur janë futur në lojë kundër një ekipi, nuk më kujtohet tash, në pjesën e dytë i kam shënuar 17 pikë dhe kam gjallur ekipin dhe kemi fituar ndeshjen. A të kujtohet ai momentin Shabac? Ata s'kisha desh me kujtu kur, po e kujtoj shumë mirë. Kur ndodhi incidenti. Këtë bashkëbisedim e kam pas edhe me Karabegun, e rikujtuam atë periudhë. Fatkeqësisht Karabegu atë në moment pësoj maskesi, se ai e dim fort mirë qysh mbrapa shpinës i erdh ai raca që shrepat më kumarua, do këtë raca ka pas ai. Ka qenë të tërkush unë me racën e kemi pas dy luftimin në parket. Po. Ka qenë një farë golfatje mes te edhe mes lojtarit, edhe unë e pash prej atyt erdha mi u nda. Me thonë, ej, loja po kryt, s'kemi nevoj me bo këto probleme. Edhe mbrapa erdhi lojtar tyre, më fëlqi edhe ma thej fëlqin. Ato e këm përjetu shumë ranë, do thot, pas taj këm metë në Beograd një mujdit. Ke pas vështërsi? Këm pas vështërsi, do thot, krena prindërt, jëmë konë martum. Këm prit fmi, do thot, aja ka qenë për mu fështirë, por ka ndodhë që ka ndodhë, kam betën arru. Më pas taj pas Ismet Kurteshi dhe edhe Marojević, një ish basketbollisti kohës më hershme ku ka qenë dhe reprezentuesi i Po është e vërtet, pse ka qenë ajo do të ndrimi i trenerave, pse lojtarët e Mitrovicës kanë qenë pak xhelos. A u ndonë. Gjithmonë kanë mendu që treneri që është i Shumanovići pi u bon këtyne me pa drejt. Pastaj erdhe Ismet Kurteshi. Edhe ai ka menu që pi bojnë pa drejt lojtarët e atyre. Tani erdhe Dragan Marojevići, lojtari i përfaqësues të Jugosllavisë, prap na kena qenë 500 e parë, prap ju ka pengu. Do thotë aja ka qenë pengesa, edhe aja ka qenë një ekip artificiale, pse vendor Trepçës nuk kanë dëshiru. Do thotë me mbetën ligë, nuk i konë interesum, vetëm shkak tonë, do thotë, që kemi qenë atje. Më kujtohet pas rënjes nga Liga e parë B, unë kaloj në Prishtinë dhe luajmë kundër Trepçës, i mposhti me 40 pikë diferencë. Në atë lojë i pata shënuar 39 pikë dhe Marojević dëgjoj që thot kom gabuar me këto lojtarë që nuk e kom futur më tepër në lojë. Tani arritëm na me një ligën e parë B në bashkim trenera. E kom pas Hasanixhën, edhe Dervishakaj, ai patarsin tim treneri i Masarit. Në ligën e parë B kur enëm. Po përfaqësime kena pas vetëm një pe Beogradit ka parë dhe një farë Vucinici. Zduici, o kon çaj Andrici, Naseri, o kon Musliu, Oskaçeku, doktore, o kon Indieri Tyran Kosova, vitin e dytë jenë në masat e dhunshme, kryetari i klubit Indieri apet Buja Xhuxhala u hek, erdhë një farë Vasa Barović, kryetar klubi, ai i prunin ja 6 kryetar, 5 pej Serbie e një pej fush Kosovat Despotovicin. Por nuk ju shkoi gat, gjysmë sezoni lutën tani i suspendun edhe ai Vasa Barović i iki, apet Vaci Buja Xhuxhala e mur kryetar klubi, Masari shkoi, Dervishakaj Indieri Dervishakaj vazhdoi, atëherë me vetëm ai Beçiragiçi. Une edhe juniort. E vazhduan deri në fund. Tani rampi ligë. Çdo cikël olimpik ndodhen ndryshimet në lojën e basketbollit. Me një qëllim, me qenë sa më atraktiv loja edhe mos me pas dallim mes lojtarëve të shkurt edhe të gjatë. Mos me pas e përsin lojtari i gjatë ndaj shkurt të apo i shkurt. U patbua tem edhe trepishi pesh. Në kohën tonë s'ka pas 3 pikë. Sot e dim për para
90% të koshave u jepsen ofër tabelës të aty lojtari gjatë. Sot 90% jepen prej shutit po. Linja e treshit në lojë ka pasi përparësi të madhe, sa do që pak gjysmë pikeve për para ose 2 pujt ekipi tjetër me dhënë një tresh e ke fituar lojën. Taktikën e lojës të kena ndruar se gjithmonë kena shku në drejtim që me shutu treshat ai lojtar që është pa preciz, që atë kohë ka qenë dhe resmia pa precize, edhe i ka dhënë edhe në qatë lojë 10 tresha. Është një moment interesant, ke shënuar 10 treshe në një ndeshje. Ato 10 treshe pa ndërpremje. Pa ndërpremje. Po. Ka qenë ka fundi i karrierës time që trajneri theke si mos ta përmendi serbisht, po pi përkthej leni atë sa e mu nuk di më dhon kosha. Trajneri kundërshtar. Trajneri kundërshtar. Edhe mu hypi një tash po s'di mu. Hop një 10 rresht. Ato ishin 30 kosha. Shumë rrallë i ka ndodhur dikujt. Kujt si ka ndodhur? Po. Unë s'besoj që i ka ndodhur dikujt. Domethënë, unë ndodh që i ka dhënë edhe 12 e 15. Mirë, po me Vazhdimsi, kështu jo. Dhe unë edhe vetë s'kom besu që i japi vazhdimisht, po kur thot trajneri që nuk din ajo, mo hypi adrenalina. Hypi adrenalina. Po. Po pastaj kalojmë në ligën e parë B, ku je përforcim i Vllaznimit së bashku me Vllaznin Peranin, Bujar Çehajën, dhe thot një Stoshiçi. Po Stoshiçi ka qenë bashkë me juve. Kur jam kvalifiku në ligën e parë B, ftesën e si ma kanë bërë ftesën, në si kom mendu 2 herë. Trajner ka qenë Shimi, vllau dhe Fatonit, të naset. Keni pasur edhe përforcime në atë Po, kemi pas 3 përforcime, edhe Qaja ka qenë i 4-ti, pa i u largu. I mor do parë, që të thëmë. A nuk e ka përfundu? Ja, 2 deshe ka ju të kredhe, ka i. Ka qenë trener Hashim Raci, ma thej është angazhu Bardel Noshi, edhe me përforcimet me Bujar Çehajën, me Selën edhe me Vllaznin Peranin kemi qenë një ekip solide, mirë po e vetmja mangësi ka qenë që nuk kemi pas qendër kvalitative dhe s'kemi pas gjatësi. Bi 2 metra, për ligën e parë B. Përveç Bujar Çehajës, që ka qenë. Çehaja i cili në fillim kish probleme pak edhe me lëndime, kështu që shumë shpejt ai u largu për shkak problemeve që ka pas me shëndetin. Edhe na mbetu me Kujtim Nikoliçin i vetëm qendër, tash u dofke mu kombinu, herë kone me Luka pak qendër, herë Kasret Zherka, herë Sokol Osmani, herë dikon shpredim, që e pasaj ke pak në nivel, kështu që ka qenë problemi më i madh. Pelisterin në sekundat e fundit me 2 pikë të mia e fitum ndeshjen. Edhe tash u rritë në ambicet, atmosfera u bon Gjakov, kishim luajtur me Llovçenin, të kujtohet kur ka qenë ndeshje ora herë mu transmetuar një ndeshje basketbollit Kosovës pas femrave që kanë qenë. Ata ishin në gjatësi më të mëdha se na në front të fitu ndeshjen me 5 diferencë që gjatë të kohës e na kontu dhe kemi luajtur një lojë mirë, se patëm ambicet të fitojshëm edhe ndeshje. Na ishëm një seri në start kampionatit, 2 lojë 2 fitore, u bëjken një pak më ndryshe edhe liga edhe interesimin Gjakov. Po, në të dhe qaja dhe masën e fillon ndeshje pas ndeshje, Çehaja u të rjek, pastaj ekipet më fortat kanë qenë. Unë e kom luajtur Demen 1989, e Universiteti ka ra kur edhe aty lëshun universitetin. Unë e ndërpreva më universitetin se në ledhje të bordit, që nuk uftun lojtarët, që ishin antarët të bordit, nuk uftun disa antarët të bordit, mund kishin pas hek si trajnere, edhe vjen Gjevahira Mustafa, në qeve në kishin pas tire mbledhje, vjen banes të unë, thët, minje të heken, tash kishëm heken, tha pa të heken. Cila ka qenë arsyeja?
nuk e kom ditë arsye. Po. Hiç, pse unë qatë vit i ktheva, në play-out, unë e ktheva universitetin ligën e parë, që më bon trajnere. Po, kina po, na kapën dytë, edhe kina lujt me studentin nish, edhe e kemi fitu si thënë, unë e thëmë, ndoshta edhe me kam me pashtutu se aty e kisha thonë kosh, se shumë ma ka pasdosht edhe e fitum lojen edhe u kvalifikum për në Maqedoni për ligë matnal. Edhe në Maqedoni kena pas 2 loj, a 3 se di së më kujtuat rast krejt, edhe të 3 i kena fitua edhe jena hi ligë parë. Kanë qenë bukur do burra aty, profesor akademike, doktor e krejt, thash mos me ndoni se kravata e bëj burra. Burra me pikpyetje që ka... Asnjeri s'jeni burr. Po. Se më pas qenë burr, o dash në më thirr edhe me tregu arsin se jo mi hekrës mi unikun e me pru Tomashevicin. Turpi i unë boljoft. Në Bojsha Tomashevic, ish bashkëlojtari im në kohën e Elektrokosovës. Edhe ato kanë qenë 2 vllazën sa di une. Dragani edhe Nebojsha. Edhe e kanë pru Tomashevicin, edhe bot Tomashevicit e njerë, Gjeva u largu, Gjemili Berisha u largu, unë kështu ashtu e po ata, edhe unë u largova, edhe ata mu ndeshje nuk fitun. O, a i ka qenë momenti pa i shtirë, për mdo këtë jetës time atërë, se na sohë patëm hi ligë parë, na u gëzum që hinëm ligë parë, ku erë vendimi kryestis se klubit, që dojnë mi ndru trenerat, e që ata trenerat na ka shtim në ligë parë. Une kam qenë kunder mi ndruhe, edhe disa lojtarë tjera kanë qenë kunder, mi po kryesia ka pas këngullje që ata do të mu ndru, edhe une kom thonë që se trenera ndrohen, une e lypi qfletë shëzistimin edhe largona nga ekipi. Edhe ashtu ka ndodhë. Edhe jom larguar, edhe me njëherë e kom cirë në Vipazani, kom thonë jom lojtare e lirë, apo doni me marë, kanë thonë me gjithë zëver, edhe me njëherë janar ta bina në Prishtinë edhe bojna bisedë. Edhe tani kom lujt një 2 vjetë, 2 ose 3 nuk di së më kujtuot në Vipazar, e pe aty tani kom kalua edhe 2 vjetë në Lovqen se ti një kom lujt. Ju keni referuar edhe finalin e kupës i Jugosllavisë në vitin 1986 si bona me Bosnjë. Po, Novi Sad. Kur Dražen Petrović ishte lojtari më i mirë asaj ndeshje me 46 E pikë. kom pas herën të mirë. Po. Ajo ka qenë ndeshja jeme përshëndetse. Novi Sad, qolla e madhe për plot ka qenë to ndiku afër 10.000, po shekos. Fiton Cibona edhe 2 palët dhurojnë ka një orë pasi është fundi karrierës time Bosna, kanë qenë orë të mira me amblem të klubit. Bosna një orë, Cibona po një orë. Ajo kanë betë si kujtim këto? Edhe, Apo... jo, mu kanë djekë me shpime. Edhe Jugoplasika, më ndej në ku fëm qenë delegat, ma kanë pru një monedhë Majdan Pjekut Tarit, duke diku vlerë 5 lirësh, me portret Titës. Ata ma kanë thënë, me Jugoplastikën e kumë pas jarani të mira me Bilicin. Vem se ditë kujtot, a ke pas kuti për kupat jem me lujt? Po, kom qenë trener. Ka pa lujt. Për ish puna e dënimit një lojtar. Zoran Savicit. Savici i cili është dashur t'i kaloj se 2 ndeshje ka qenë i dënuar. Unë kam qenë në momentin e fundit jem caktuar si trener. Pa ta thirë Fadil Dobroshin mas dhe kishë kryetët. The jënë të shpërdo se barëm ledhuni ata krejti përgune. Sa i përket kësaj që e përmende pop të 84 ishim gjithë lojtarët e shkapërderdhur. Mirë po vjen një ofertë, më pastaj e kuptoj pas këtyre intervistës që kam bërë me Mitat Belegun, ai thotë që unë kam qenë iniciatori kryesor që Prishtina të shkoj të zhvilloj këtë ndeshje, e jo Fushë Kosova. Atër kom pasur në problem me këta të Fushë Kosovës, pëse më shku Prishtina. Fushë Kosova kampion kësë me u bo i... Po. Tesh pëse më së më shku. Kush ka qenë fituesi i fundit i kupës?
se atë vjetë se mbajtëm në shërin që është Po. politike. A ka qenë Prishtina fitu si fundit. Prishtina si të kanë, ju pa të mshel gojnë në kënd fush Kosovës ata. Tipatar si trener, u pa të mbledh 12 lojtar, prej tyne 10 kam pas drejt me lujt, unë kam qenë një 11 edhe Fatuni më mdove Kosovlia në 2, ndërsa si përforcime e pa të marrë edhe Naim Hajrizin. Me emrin Shkelzen Fetiu. Me Shkelzen Fetiu, se ai ka qenë lojtari i Vllaznikut Gjakovës. Ti më këtë tirë direkt edhe më këtë thonë, apo vjen me lujtë se kena me shku që shtu në Split edhe ka marrë, kemi lujtë në Split. Luan Naim Hajrizi, në proces figuron Shkelzen Fetiu. Ka qenë Spliti, Jugoplastika, ekipa me fortë e Evropës, 3 vjetë me radhë, ka qenë atë vjetë. Në kohë pop 84. Pop 84. Madje më kujtohet shumë mirë edhe fanela nuk kemi pas. Edhe fanela s'kemi pas, pas më shku në magazinën e tyre, në ka ndonë fanela, peshqila, qarap, si do me thonë pajisje sportive. Edhe në më push në dresat Jugoplastikës, na dresat e zi Jugoplastikat të verdhës. Pop 84. Pop 84 shit. Rezultatin s'po e përmendim, mirë po një detaj, ka qenë interesant edhe gjithmonë e përmendim, duelin Afrim Ismaili Guli me Zhan Tabak. Po ne histori. Po. Po një luftë e madhe ka qenë ai. Për fatinat keq që dashur që të përballet me Zhan Tabak, i cili më vonë kalon edhe ai në NBA. Po. Vitin 1990-91, finale e kupës apo e play-offit që Ukrainës me Trepçën, përballen me ish bashkëtar dhe me polici në atë kohë. Gjakova Blojke prej Shikuze, palestra plot, tenka rreth palestrës, rreth fushës Polici e armatim të madh, edhe ata Trepça të gjithë sërbë, kurse vllaznimin na ishim gjithë shqiptar. Cala këtë polis, ato blinda, mërë më thosë e në shëtë me mytë në ekipet e Mitrovicës Trepçës. Ta qasë, unë si kapiten, unë imi bolizë që lutar. Qasë ishë, edhe ne imi profesip, dhe i majrizi ishë, ekipe fuar të atë ko. Atë ka qenë një ndeshje shumë e tensionume, po qatë shumë mirë kemi lujtë, qatë shumë mirë, faktikisht, unë e kom lujtë që atë lojtë shumë mirë, kom nëmë 40 pikë. Në motiv shtesë gjithë ajo atmosferë që kam mbretëruar. Jo, plus atmosferat në ngret këtë në adrenalinë, mirë po edhe kur i shishe polisët edhe këta, e kishëm një vullnet ma tepër që edhe kundër tyne me luftu. Edhe shkoj rezultati 34 pikë defensi kimojt. Shikus ka gjendë maltretu shumë. Para lojës, pas lojës i kanë rej, i kanë shty, i kanë maltretu, i kanë... Po thëmë, ka qenë një tmerr i ndeshës. Para ka përderdhës të asaj federatave që kanë qenë, kemi fitu, kemi pas një inat, do dhe një dëshirë të madhe, mi u revanshu dhe mi u kallzu aty në që na jena në basketball Kosovë jena ma të fortë se jo. Është interesant në kupën e fundit Kosovës i kujtohet shumë kujt, sidomos atyre që kanë përcjell vllaznimin, shënimi nga gjysma e fushës. Jam një që ka qenë. Po. Ka qenë më fushë Kosovën. Po, më fushë Kosovën. Finale e kupës. Çfarë është ndjenja? Unë njëherë kom pas këtë ndjenjë kur kam luajtur kundër Partizanit në Prishtinë, kur në sekondat e fundit kam gjujtur nga gjysma e fushës. Ka qenë një emocion. Shumë një qenë brema. Edhe në atë ndeshje me vllaznimin ka shku një rivalitet i madh, ata kanë qenë të fortë. Kosova ka pas Tomasheviqin, nëse s'pi përmendim emra se kanë qenë një ekip më e mirë. Edhe në sekundat e fundit dhe që shërë puna më apete. Tash ishim tash të shumë njëtarë të fshilë mas Naimit. Naimit do dhe butë dhe sënë një Orland Avdije ka qenë. Ka qenë nalo, për gjysës fush, ma jep, ta vllaznim të kemi marë. Vllaznim raci, në stilin e vetë edhe. Para s'ka po 2 sekunda, ku mbërë, betim në që. Alo pa i kërë bërë, e ku po që ka hirë tovi pak, të e kishën mbërë. E fitojnë lojnë. Dhe ku po dorë, të të interesant karakteristike jotja ka qenë gjujtja e shpejtë. Shovica së dinë se unë disa aktivitete i kom bo me Esatin Staviljecin, sheftas.
E sot e ka pas një besim që në muajin e 6 të vitit 91 ndërkombëtarët kanë me ndërhy edhe me përmirësu gjendjen Kosovë mesën. Edhe më thëke soti, amon mos të lëshojmë, mos lejojmë që sërbë me marë federatën, se këto federatat tjera i mbajten. Në 3 mbledhje e kemi bo dallavere për mos mu po. Mbledhjen e parë, po ishim shumica në shqiptarë. Mbledhjen e parë, në bjen statutin që e kanë hartun Serbi, që Kosova është pjesë, që Beograd që foce. Veçën gjuhën Sërbe. Me siguri Qirilicë. Mbledhjen në kuvendit, unë e kryetar isha, e sotim luti mua po më, e sotin e ndjekshen, dhe ape mërti postën e kryetarit, po që mu po më anek. Dolë ka një Shileri, atë kujtojtë Shileri një? Po, ai është shkurt. Ka urdhnu ai sekretari i LFS duhet mu aprovu këtë atë. U qënjoni Suvarekës, për të marrë vesh. Dhe ju lutem mu, unë e lypi në gjuhën Shqipe, në gjuhën teme. Po. Shilo pjeton ku është, jo thelve qështu të sërbisht. Dhe simba statutit, ka qenë statut e shënomi, që çdo delegat në gjuhën e ti materialin e merr. Po. Thash nuk ka përmbush kushti, po. E shtym mbledhen për një javë ditë. Për ktheni, po. Javën e dytë, ata kanë përkthy dhe din që shmerën vesh këta të jonis me kërë i Suvarekës, në qavë dulles ju ka prish kere, kose me njoni për tëne me një kere ardhë dhe në ka lejmru që janë betë delegat, nuk e kem numrin. Me mbajt me dhenë se kem forumin, statuti nuk lejo. E shtym herën e dytë, Bardyl nushe u konë edhe zërën. Unë e Bardylit edhe i sufluit. Në ka betë 2 mundësi. Një, me votu kundër. Ishen, jo se mundëm pasoja me posë. Jo se nuk shojnë fare, edhe dhe të mbojnë ata. Edhe nuk shojnë fare. Kemi shku në Bellanis, turnirin e parë, domethënë që kemi zhvillu. Bellanis kujtohet mirë. Po, patjetër. Atë sallën që ka qenë. Sa gjysmë e kësaj këtu. Po, salla gjysë e 2. Mirë po e kemi zhvillu këtë aktivitet, edhe atë kemi mbyt deshe sa për me fillu organizimin edhe me zhvillu një kampionat. Nuk o ka me rëndësi kush përfiton, që o ka me rëndësi me dalë në gazet që po ekziston basketbolli kosovar, Liga Republikane. Fshatarët e Bellanisës na kanë rujt, na lushin me një shkollë, të Bellanisës, fshatarët na lushin rasisht që po vjen policia, me na lënë neve na me ik, edhe na tregun ka me ik, me dalë mal. Po konë shumë interesant, shumë interesant e konë. Edhe faktikisht unë mendoj që lojën e parë që kena shku vis me 5 lojtarë. Ma vonë mos më shumë kjo skuadra e Prishtinës
Mas 2-3 mujve, Kjorti, Karabegu, Kapasor, Shkëllzeni, Fetio, Osmani, Osman Breca, Veton Kajtazi. Vetoni, ata nuk kanë Si kryesi ka si kryesi, po. Po, Ai Haziri, Salivu edhe ai ka qenë. po. Edhe i patëm bo 12 lejtarë, se kemi pas disa lejtarë që ata kanë qenë sërbë edhe ata kanë vazhdu me lujtë për atë ekipën e Prishtinës. Na kemi pas dhe lejtarë Bekimi, Besimi, patën shku në Turqi me mu provu, edhe kina pas numër të vogël lejtarëve. Mirë po në atë pjesën pranverore u konsolidum, po foli për vitin e parë mas pavarësimit sportit, edhe pastaj edhe fillum edhe me stërvitje mi pas ma të rregullta, kishim 12-13 veta në stërvitje, trajner ka qenë profesori Masan Liqa, edhe kështu. Edhe është luajtur në Gjakov, Final Four. Final Four-i. Lojën e parë kemi mundur Besën e Pejës, Besën e Pejës, po. ku ka luajtur vëllezërit Rapsi, po ajo ka Dardan qenë Shazapolli. mas një gjenerat shumë e mire e Pejës. Ne normal nuk kemi qenë pasaj komplet, mirë po atër në gjysmë finale kemi luajt kundër Besës Pejës, në finale kundër Vllaznimit, Po. edhe aty kemi fitu po më duket për Një pikë. për një pikë. Po. A kujtohet ndonjë detaj? Po, Kujtu para se të futemi. Po, për pak me na u kampionatit. Dërgoj një top të gjatë në kundërsor ndërpritet. Topi nga basketbollistët e Vllaznimit, po të gjuante, po të shënonte do ta fitonin titullin basketbollistët e Vllaznimit, por nuk shënon, kështu që fitojmë atë ndeshje. Nuk di, ndoshta nuk e kemi pasur atë përjetimin çfarë e kemi tani për atë kohë. E kemi marrë si një ndeshje ku jemi larguar nga sistemi i kaluar, kemi zhvilluar kampionatin ton, rikthimi im pas një pauze nga pensioni në farë mënyrë e imi dhe i Karabegut, kemi dashur që të kontribuojmë që të fusim në ekip shumë të ri që ndoshta kanë hezituar në atë kohë, kështu që në farë mënyrë kemi arritur atë, vinë disa emra të ri në klubin e Pejës. Vjen Dardan Kasapolli, vjen Bujar Ljoci, një lojtar që Valon Grapsi, Valdet Grapsi, edhe një lojtar tjetër që e ke pas për zemër, Salabej Gollish. Gen, Salabej Gollish. Aja kon basketbollisti po parashikueshëm. Kur krejt lojtar tjerë humshin dhe njoj, del ka një sëvrafaqë aj me gjutet e tina shenë gjithë o qëtë Bujari ka qenë motor një ekipi. Playmaker. Playmaker ka pas vjugat të hatashme që i rrath ka playmaker sonë. Ndjeri i vetën Kajtazi për që kupi merë më nuk të kusë. Në atë ko në ekip temin një konë 7 lojtarë mbi 2 metra kësu. 7 lojtarë ku delqin si shtylla kapi gjokë. Gjënda e me tërë dhe të antër. Pejon, uji, ajri, gjatë dhe duesh me mbledhë. Me Vllaznit Krapsi, me Dardan Kasapolli, me Gen Salabej Golli, me Bujan Ljoci që konë mozë, më thëmë, truni i ekipit ka qenë Bujari. Ma vonu Arjanit Shala u bolje ta në mbrojtjes ma i miri. Milaj Muka, po, edhe ai gjatë, edhe ai patarë, qëtu. Ai Zindjeri edhe ai Ilir Golli, Goran dy Vllaznit. Kështu që konë një ekip, për atë kohë një ekip shumë solide, po mirë ishi shkolla e vetë.
Në vitin 1995 është finalja e kupës kundër PES dhe ndeshje humbet. Është ky fillimi i karrierës tënde në një ndeshje zyrtare apo kur ke filluar të merresh me basketbol? Ashtu është, vitin 95, nëse nuk gaboj kemi lujt në Prishtinë, nuk sa e di është mbajt finalja e kupës në Prishtinë, nëse nuk gaboj, edhe që përmenëm ma herët emocione sa të dojmë, kështu që nëse nuk gaboj sa piki i kom shënu, 2 pikë. Për fillim është, për jetimi veçantë është. Ka qenë ma interesant që dini edhe ju përbërjet kanë qenë krejt lojtarë lokal. Edhe basketbolistri. Ka qenë mesin e bashkëlojtarët mi që i kom pas, ka qenë Lulzim Bytyqi, Petrit Skenderi, Milazim Kukaj, Arven Nizha, kur jom kyç klub, i kom gjetë këta lojtarë që para dëmbimi, prej klubit bashkë që kanë qenë në atë kohë para vitit 91, kur kanë kalu me për shkak të regjimit, kur kanë kalu për salla të shkollave me lujt, i kom gjetë në klub. Kështu që jem mirënjohës për ta që na kanë pranu në klub si trinj, edhe na kanë dhënë një shtytje kozhat mirë në fillim, edhe kanë qenë motivim për neve. Jemi inspiru prej tyne për me lujt me vazhdu me basketbol. Si kujton ato udhëtimet që kanë qenë? Udhëtimet kanë qenë kryesisht prej njerëzve afër klubit, në bord klubit që kanë qenë, ose dashamir basketbolit në atë kohë, mos tonë sponsor, po donator, që i kanë ndihmu klubit. Kemi udhëtu me automjete kjere private. Organizojmë kështu me naj buz, diçka nuk ka pas për arsye të sigurisë. Po ka qenë problem edhe cili do ta ketë guximin me i hyb veturës edhe me shku në ndeshje. Unë me një Renault Space të ande një vozit një 50 herë, ma shumë se me veturën tem të asaj kohe, sigurisht. Ose me një Volkswagen Jet të dashit në djerë, ose me një Zlastav 128 Karabegut. Një Golf 2 Veton Kajtazi, bravo. Masën edhe Dudaku, me të kam vjekin vozit disa herë, edhe me Rock Gjonin, gjithashtu me veturën e ti. Unë im shku prej Sodove, që është periferit të Trevisë, im shku në Vaganizë dhe detim shku në shku në Strevit. Unë asu ka që baba së autobusja s'kërkush hajë për fëllës. As nuk kena pas në patika s'kena pas. Patika s'kena pas, po të tregoj drejt është, në vonë shka s'kena pas, po të qashtoj. Do shta edhe ju e keni përjetu ndonjë udhëtim kur i kemi vesh edhe teshat, dresat nër i kemi vesh, do fanelat sportive i kemi vesh nër, po për shkak kontrolleve që në atë kohë është desht mi u shmang, ka pas shpesher i kemi vesh dresat nër edhe kemi shku drejt luj. Po, edhe ty të kujtohet që ne ato fanelat e lojës i veshim nër trenerka, nër tesha të rëndomta për me shku në një ndeshje. Edhe i kalishe 3-4 post bloqe, të shpresu që s'ka me të malë këtu dhe me të thonë ku je nisë. Në pej kemi qenë një turnir ka qenë shkollën 8 marsi. Ku ka lujt peja? Të më para luftës e. Para luftës. Ku vija ka qenë të muri. Shtyta në qenë shikus, të dhe në qetën. Im konë një klasë të ndru, im konë na dhe disa ljetarë të pejes. Edhe që atë moment kënorë, të ndruna ka norë policia. Që në Ahmeti edhe që në Gja Valdet. Valdet Spahia. Valdet Spahia. Po të regoj drejt, halal e kovët Valdet i Spahis, në onë sërot kjo kur, monën ashtë ta njështë, me pas në shta kujtime të lifare e vërtë, po për mu që a i moment shumë është edhe për Ahmetin edhe për Valdetin ka lujt një rol shumë ma po mrejnë. Në kanë mbrojt, në të këptinë në kanë mbrojt. Përgjësin krejt e kanë marrë edhe dytë, edhe qak kanë qenë stacion policor të dytë. Të regu drejt edhe aji, edhe Valdeti edhe Ahmeti. Ahmeti ka pas një qadrë, ka pas shumë malë, ka pas puë pre Amerikës, si për shërë taksiatë që vdu shtu i konë ku që ziu konë. E kur se arroj një policë ka pas marrë
bërje more shkytje, të qadrën krejt. Po deshte zote shëqor pështum neve të tjerë militarëve, kështu pas në shuplakës për përgjojsh. Po këta dytë në qatë po folin lasë që e moment ka qenë shumë prej, po që s'harrohet, shtesh me arë, unë për vetë jo. Ka qenë momente që s'radesh mi përsërit kur, mirë po që thojnë mi përmend duhet se le të dinë gjithë në përshka kemi kaluar në atë periudhë. E kam parasysh momentin kur ka hyrë një polic, do thotë njësi speciale, dhe veç e ka godit një njeri që ka qenë i mbështetur për dere, do thotë për muri. Erdhën policia, forcat majat policore, në këmi ditë kur gjëvesh, kur kanë je ka rrëtu sallën dhe kanë thonë, jem të rrëtumë dhe s'këzena me bokër gjë. Dhe tash kush qysh kam vujt mu sistemu në përpozita. To e kam parasysh. Rahin që ja kam botë të ndjere tash veton kajtazit, që besa Asman Brecës, për të cilën është pak me thonë që ka qenë një për kontribuze kryesor se basketbolli ka mbjetu gjatë aty në vite, se ka qenë arsimtar në shkollën Iliria, ku ne i kryshim stërvitjet edhe ndeshjet edhe gjithë shka tjetër. Edhe momentin kur na mblodhën neve si lojtar, ti ishe lojtar, unë kam hezituar të luaj në atë ndeshje, mirë, po kryesia klubit më kanë detyru. Edhe pse unë kam qenë në atë kohë edhe kryetari i klubit, ka detyruar edhe një farmirë unë kom qenë pjesë një magëve, dhe në kanë thënë që ju nuk keni faj, ju mund të jeni të lirë dhe mund të shkoni. Gjerim Krasni që ka qenë trener, po në atë momentin se s'gavoj, i tha ti çka je, tha du një mlejtar, po jam i lëndum se s'po lu, u bashku me ne, po ishtë në mënyrë shumë e mirë në nëzirë për situatës, që e vlerësejshë. Edhe tha në regull, tha, ju jeni të lirë, tha veç birni letër njoftimet. Na ishin djersitun me fanelat lojës, ku ti gjenë ta është në letër njoftimet, ku ti marim letër njoftimet, tha krejt se cilë ta letër njoftimet du me i pa. Edhe na të gjithi i ngretëm kratë, ku ti marim letër njoftimet. Shkoni, tha, në zhveshtore, tha, dhe pansi që ti zbrazim ta, tha kemi punë me ju. Pra unë i lidhën isha kështu, ma vonë kështu i lidhën. Radiatorat si ishte vëdilë dhe shkun atë i në shumë lejtarë. Edhe dhe citë e klubëve i nalën. Dhe aty i ndalën. Osmani, a e tha u lejmru, unë tha rri këto, këto dhe si në klubin. Pra i vetë me një shka u lejmru. Pat mirësisht do të thonë që na s'kemi pësu si lojtar në atë, ose si ekip me të s'kemi pësu. Aty përveç kryesisë tonë të cilët i kanë. Edhe organizatorit. Edhe organizatorit, edhe refert i kanë marrë me vete. 7 orë kemi qenë. O stacion. Çdo pyetje që i pshin ata, edhe unë u përgjigja. E aty pasoj ke o shkelmi, o shuplaka. Nxitë zi i kemi hek, edhe në fund pra u lajmërua në Mitrovicës. Ish kryetari që ka qenë Mehmet Tahiri, ai e morë përsipër faktikisht gjithë organizimin edhe... Tha, unë isha organizator atë, pra dhe ajo dënune me burg, të 10 ditë. Pra dhe neve në alëshu, hajde shkoni tash. Edhe ja kom përmend atë zeme tash, risht as është pensionu. Po, edhe i thash është, unë kam qenë protagonist e asaj ndeshje, edhe mund kanë tregu mas ndeshjes që Azem Hoxha, për mos me leju proces verbalin, me e marë autoritetet sërbet asaj kohë, e ka hongër, e ka përbi. Në llogaritën ishte çka kanë qenë gjendje me buaj njeri për me shpëtu komunitetin. Me sigurit kujtohet e finalja kundër Dritës. Ma ktheve një traumë, kom përmend dhe në për intervista tjera. E kishim fitu ndeshjen e parë kundër Dritës në Prishtinë, me një 25-30 pikë diferencë, ndeshje e pastër. Kishim ngilan në kushte jo normale për lojë, do të ka qenë nasi presioni i madh sa që ekipa parasysh në sallë të shkollës kanë qenë 200-300-400 shikuese. Kur shkojmë në Dritë, ke ditë në për çfarë kushte kemi luajtur. Ku ka qenë ma shumë shikuese kanë qenë brenda fushës. Brenda fushës, ku nuk janë pas vijat e gjujt e tjera. Do të thotë, qysh kanë qenë ajo lojë.
do thot mu mbinte ajo detyra me nxjerr topin mas koshit të kundërshtarit dhe sa herë dilse me nxjerr topin do thot dikun kërsit ke dika janë jo mas veshit janë një shkelm me diçka do thot me nxjerr topin nga qenë jo normal edhe u kthym Prishtinë edhe ishim favorit për ta fituar ndeshjen. Unë kam qenë refer aty dhe ma me takma. Që e finale vërtet pa harrush me kush. Shumë ka qenë e vështirë, po që me bëf. Njërë nënë Besim Braha, Prishtinë, nënën tjetër e rëllë Pepici, Artan Mehmeti, Bekim Maxhuni për dritën. Ne kemi, në mënyrë kom qenë edhe unë kryetari i klubit, ne kemi qenë favorit në atë ndeshje. Çfarë ka ndodhur nëse të kujtohet diçka ndonjë? Po edhe trupi. Pastaj në Prishtinë, shumicën e lojës kemi udhëheq 20 pikë, 22 pikë. Qenë nuk kena përgatit si që kështë sa duhet, edhe normalisht loja ka bot vetën, në kondo letar pa përvojë, e kështu. Madje kryesia ka qenë e përgatitur që të festoj pas asaj ndeshje. Me Kingja, me kretë. Me kretë. Kingjat veç ishin porositë. Ashtu na thash, do thotë veç bëuni gati të kryejmë lojën dhe po shkojmë hangër Kingja. Kingji u përgatit prej këngëtarit ton Sinan Vllazaliut, ku ata na prishën kafe të Osman Breca. Agaj e ka up aty këtë aksionin e fundit. U mundu tige hona, shëdin sen. Zidi Artania Pepici i dula në rrugë, ka nuk të ushun konkret, ka faus. S'ka po, edhe do të aja aksion e rak të umë loje. Artan Mehmeti u ka në të lojë. Fantastik. Po nuk më besu as vetë që umë atë lojë, por deshti fati që ashtu e fitu. Më kam qenë rrethu me basketball si prej teje dhe si prej mamit. Edhe më tjellem është e vërtet, kam qenë pak ma e ngurtë dhe kam hezitu me insistimin pak ma të madh tondin. Në atë periudhë kam fillu me u marrë në moshën 12 vjeçare me basketball, edhe pse ka qenë situata shumë e vështirë në atë kohë, edhe unë kam qenë shumë e re. Në atë kohë ju e keni pas, kemi qenë tjetër shkollë me Donatino me vajzën e Juve, kur kam qenë të lujtë ja afrute unë në bashkë shkollës, edhe më ke thonë, unë jam Blerin Vunici në atë kohë. Po, përdyshim në atë kohë kam qenë edhe kryetari i klubit basketbollit Prishtina. Po pikërisht për ata pe afru, jam kryetari i klubit basketbollit Prishtina Meshkujt, jemi të dashur me formu edhe ekipin e vajzave, jemi të shqyku vajza për me kush janë të interesume, edhe e kam vajzën këtu në shkollë dhe ajo është e gjatë, bashkohet, po tash po dojmë mbledh edhe disa vajza tjera, mu bën një numër, kemi një trener është i interesum, apo don me ardh me lut, unë tash dona me fol me prend, edhe u mundova me majt emrin men, ku shkova në shpejt, normalisht kur i tash Blerin Vunici ata babi, sidomos që ka përzier basketbollin shumë, tash çështën ka thonë, edhe e di që më ke thonë që përmes vajzës tregon vajza kur e formojnë klubin. Në atë kohë kemi fillu me një shkollë që ka qenë në Gjershfishta, aty ku kemi fillu bashkë me një prej lojtarëve dhe shoqës tame shumë të mirë Elvirës, që kemi qenë 2 prej Ta është edhe sekretare përgjithshme e Federatës Basketbollit. Kemi fillu bashkë në atë kohë me iniciativën tonde edhe me të ndjerin Selami Sokolin, edhe me disa vajza tjera cilat kanë qenë në atë kohë ka qenë Vlora Bra, ma vonë kanë qenë edhe shumë basketbollistë, sidomos të asaj lagje kanë qenë, aty kanë ardhur për ta... Po, ka pas edhe të shkollës mesme atë në atë kohë, dhe Toda kanë qenë, Zampina, Klejtia, kanë qenë disa dhe më të mdoja se ne Alpulena, Venera, e krejt këtu, po e di që na kemi qenë, unë e Donatina kemi qenë paka shumë ma të reja, nëse nuk ka bëj në atë kohë, edhe e di që kemi fillu me lujt njëherë, ka qenë besh 4-5 ekipe, ata në atë kohë ka qenë bashkë. Nisma ka qenë e Prishtinës për të formuar më pasaj edhe ekipe tjera. Nëse ka bëjë u formuar edhe një ekip tjetër i Prishtinës Deja, e di që ka qenë bashkimi edhe diçka tjetër në formë turneve. Edhe Ylli ka qenë. Formë turneve, mas pari kanë qenë garat, e di që rmajt në shkollën Iliria, nëse nuk ka paj, edhe aty jom zgjedh lojtarja më e mirë se e maj men edhe ende e kom atë topin që e kom fitu, se ka qenë çmimi i parë. Vim tani në vitin 1999, futja jonë në për palestër. Çfarë ka qenë emocioni i parë kur futesh në palestër dhe i zhvillon stërvitjet aty,
edhe shikueshmëria ka qenë shumë e madhe në atë kohë. Po, mas pari do të thotë unë atë palestër kisha hy disa herë ma herët, megjithëse jam i lindur dhe i rritur në Prishtinë, do të thotë kisha hy disa herë me lujt në ata kosha me miq, të cilët i kam pas prej lagjes, të cilët kam pas qasje aty. Do të thotë ne s'kemi pas si shqiptar qasje, por kemi pas 2-3 bashkëtarë që kanë qenë bashkëtar. Kanë qenë bosnjak, serb, lagjes me të cilët kemi shkuar dhe kemi luajtur dhe kam pas ëndër një herë me hir dhe me ushtru si duhet. Në një teren me përmasa të duhura, në një teren me ndryshim të duhur, e tjera. Kështu që kur hym spari, ishte vërtet një ndjenjë jashtëzakonshme. Sikur edhe për gjithë shqiptarët apo kosovarët mas luftës, domethënë gjithmonë secilin moment në 99 se kemi përjetuar si moment veçantë, Vërtet për ne është një ëndër me u kthyer dhe me lujt në atë terren. Mas luftës për vetë jam shqet kur jam hinë sallë Mitrovic, plot palesa, ka qenë gjomat e thymë se di sot kujtohet. Ajo pjesa nena ka qenë e thymena, u shpreshim u mërdhishin dimit, bora hike mrena në sallë, dopshe me fshi borën me shtia nina për me ushtruhe. Krejt ato kanë qenë që na kanë forcu më shumë. Prej që ka ardhur lindë Alberti, shala me lindën, do mëna s'kena pas probleme financiare. Prej që ma herë s'kena pas, po kur në artë të dytë na kena pas stabilitet do mëna kënë vitë. Kushte financiare kanë qenë të mira. Po pjesa tjetër, do mëna pjesa e punës, nuk kena pas në kushte, di ka qenë në kujtohet, gjamat kanë qenë të thymë, bora u hime. Pa e parket s'ka pas. Panzemi ma ajo nuk është parket diskutu. s'ka pas. Unë kujtohet kur u ardhi Gore Miliçiçi në stërvitin e parë, që u ardhi është pas lëndu pes ftoftit, çaçu ufta. Ai pështy shumë durr, Plus rrëshqitja në atë pështy shumë durr të marrë shumë Coca-Cola që shumë poshtë, veç me improvizu veç. Pas luftës më kujtohet periudha me njerë pas luftës kur kemi hyrë në sallë me ushtru, në atë kohë kanë qenë për rreth sallës dritaret, krejt thyme për shkak të bombardimeve, kështu që fillimisht stërvitjet edhe lojnat, ka pas lojna kur kemi luajt me pa xhama, domthonë periudha e dimrit ka qenë për zemi as flasit. Ndeshja e parë që është zhvilluar në Prishtinë dhe jemi të borë dhe kemi kërkuar nga Gazment Pallaska që ta këndoj himnin kombëtar. Dhe ajo ka qenë diçka që nuk harrohet asnjëherë, jo vetëm Gazment Pallaska, por gjithë ata adhurues të basketbollit që kanë qenë palestër e kanë kënduar himnin dhe ka qenë një përjetim shumë i madh. Kur kemi him palestër, kur e kom po që solla e stërmbushur, tash opa thash prit tash më tha këtu ka diçka. Thjesht do me thëmë ka pëlqyer atmosfera, të gjithë lojtarët ishin atëherë edhe vendor, treneri vendor. Edhe një lojë më kujtohet në Prishtinë kur kemi luajtur në Bororamis ka qenë më kujtohet Petrit Skenderi ka pas termometrin në xhep dhe e kemi mot minus 11 gradë ka qenë ne kemi luajtur basketbol në Bororamis. Po. Në atë kohë nuk ka pas viti 99-2000. Është finale e kupës kundër Trepçës 99-2000. Sa të kujtohet për diçka për asaj ndeshje? Çka më kujtohet, nuk është që kam kujtesë shumë të mirë për ta, po më kujtohet që kemi humbë. Kësa e di sigur. Në atë kohë kemi luajtur kundër Trepçës, Trepça ka qenë një rival i jonë i përbetuar në këtë ndeshje dhe aty ka filluar edhe basketbolli të merr hovë, shikueshmëria të jetë e madhe. Mund të them që ndoshta unë kam qenë ai që kanë kontribuar paksa në këto radio komentimet, duke e falendruar gjithmonë gjithë një miku ton të përbashkët Agim Binakut. Edhe mas luftës, gjysmë finalet dhe finalet e luajtur në Gjakov. E dishëm që në Gjakov na titullin i kupës unë më na marrë kërkosh. Po Prishtina u shtrëngu. Në një kohë kemi qenë problem për ta mposhtur Trepçë. Po 2 vitet e para kemi pas, do të qoftë ndeshje miqësore, qoftë ndeshje kampionale, edhe ka qenë e parëndësishme sa jemi përpara në pjesën e parë, ose sa jemi përpara në minutën e 32. Do të ka ndodhur që deri në minutën e 30 kemi qenë 13-14 përpara dhe në fund kemi humbur. Do të ka u kriju një farë barriere për neve, do të tillë që në momentin kur ata fillojnë dhe hyjnë seri, s'ka që i ndalë. Prapë fund fitum na dhe besimi edhe kushin e fundit edhe fitum lojën edhe
Nuk mundesh me dështu ti kur e shën një atmosferë që plot solla. Ndjerja është Behrami edhe për të respekt veçantë ka qenë një mik i mirë. Në bërtitke, kanë tërshtet e ke. Tërsin dhe ke s'pi përmene do fjallë tjera shumë. Se ke s'po merë në vesh të ke ndrysh. Unë vje keshpit e... Entuziasti madh ka qenë ai. Po qysh, qërtë. Ka pasaj periudën ma të vështire ka vëhi shtërjep qenë që ajo me thonë mas luftës, në morë, unë mënaj shumë më bëhë profesionista, po kënina kushte si kish shumë, e ka pas bajegi vështirë që atë kohë, ka vëhi që i trepshin kohë, ma të vështire ka vëhi që i trepshin. Këna mësu gjana për tina shumë, u konë një dashprin, dashak, me rëdhë që dush. Ka qenë një njeri që i ka dhënë shumë basketbollit të Mitrovicas, edhe jo vetëm Mitrovicas, por edhe basketbollit të Kosovës. Unë po them, gjatë ti bashkëbisedimi, po them që kam pas mik shumë të mirë kur kemi folur për basketbollin, ka pas respekt ndaj meje, por edhe unë ndaj tij. Për shkak që je pak i emocionuar se shkuarja e hershme e Ahmet Behramit lën një farë zbratësie në sportin e Mitrovicës. Kujtime për sot dush. Ndeshja kanë qenë fantastike, triumfoi basketi, me kësë lojë Kosova do të shkon e basketi kosovar zhvillohet edhe në tarmë. Një ngulitje e jotja në Mitrovicë është për mba mendje kur theje tabela, dhe të ndërprejet Sulmi, Birandi, pastaj Fetahu, ne i thejmë Dunda me Fetahut, edhe topi një nderit e te dhe ngulitje për... Është prej pasimeve që i ka bo ma të mirë në karrierë. Pa dashje, normalisht thyet tabela, janë ingjizimet cilat nashta nuk jenë të mira për sy se që kanë ndodhë më pastaj, po ka qenë për herë të parë që kanë ndodhë dhe normalisht që asën s'kum ti qysh më silë në të raste, as ekipi kundërshtarë, sepse më dhe qysh kena me lujt në tash. Dhe probleme me tabela, me rezerve. Kena pas, po fatmirësisht kam pas tabel rezerve, kemi ndru. Një rast tjetër më kanë ndodhë në Gostivar, njësoj në loj, dhe me thonë aty s'ka pas tabel, u shty turnire, po, Prishtinës. Ishte një turnir në Gostivar, merrnin pjesë të ekipet e Macedonisë, MZT, Rapotnishki, ne ishim edhe një ekip ka qenë nga Bosna, edhe aty në lojën e parën e thejva tabelë, edhe aty s'pat tabelë rezervë, u shty për një ditë, tani të ishin shpenzimet e qatë. Specialist për tyrën e tabelave? Po, definitivisht, janë dykun 3 tabela që i kom tyrë, një konstruksion e kom prish. Formohet një tresh aty Samiri, Floriani, ti, edhe një treshe e cila edhe me prurjet, me pastaj ju keni qenë ato shtyllat kryesore të klubit. Po ashtu ka qenë na atëherë e kemi marrë edhe Samirin, ai ka qenë i Tivarit, Samir Shaptaovici, por ai Shaptohu i kombiem. Shaptohu prej Agim Binakut. Ja kemi e nga të vëq, që edhe Shaptohu edhe ka qenë besoj edhe përfocimi i qelluar, se është një playmaker jashtëzakonshëm, ai thjesht na ka dhënë motora, se është një playmaker që e shet gjitha senet, na ka shti ma shumë e vrapu. 2 shqiptarë ma të mirë që kanë lujt historik të sportit Kosovës në basketball janë Samiri edhe Dardani, cilëve duhet më jarë heq kapelen, po sigurisht që ka dhe shumë tjera, është të mundi, është të ndisi tjera. Gjithmonë kur himi për men emrat të përmen këta kaluarës Feriz Zekodin e Karabekun. Ato janë koha për qenë para luftës dhe pas luftës. Unë ndoj. Rivaliteti më i madh me kë ka qenë, me cilin ekip? O dihet rivaliteti më i madh ka qenë me Prishtinën edhe me PEN. Po me Prishtinën ka qenë gjithmonë rivaliteti më i madh. Çfarë ka qenë ato ndeshjet kundër Florian Miftarit, Edmond Azemit, Tiranën tjetër? Kanë qenë gjithmonë të zjarrta, kanë qenë ndeshjet forta, mira kanë qenë, kështu. Por rivaliteti ka qenë mes Trepqës dhe Prishtinës, normalisht që rivaliteti ka ardhur domosdo me lejtarët si me Naimin, si me Besimin, në fush për shkak se pozita kemi lujt për njëjtë. Në thonë, unë me Besimin, Edmondi me Naimin, normal që aty gjithmonë kanë fillu rivalitete
i natë. Blerim, tash s'po du marrë sheku vetën se na kena babu dallakin terren, kena babu boll shumë. Këtë qenë edhe temperament. Po jo, unë tham kena babu dallakin sot. Nuk i kënë njoft askën. Nashta vllaun Ali me kom pas kundërshtar, nuk isha loj kështu shka. Ka pas edhe nervozizëm në para të ndeshje. Gjithçka ka pas. Qoftë nga shikuesit edhe këto me Gjithçka ka pas, po marrë në të kuptim po gjithçka ka pas. Basketball kështu shtyjmje, bryla e ato, gjithçka ka pas. Që ndodhin edhe tash. Po çka ka qenë mbledhjem një mirë, na qysh do çdo që ka ndodhur në terren. Do mund nesëm ose të mas nesëm me çdo do lojtar, çdo do ekip që jem taku, na kem nejt pi kafe, kem nejt pa kur fare kështu problem. Parketi është diçka tjetër. Parketi ka qenë diçka tjetër, se kemë mëra i kështu u krye loja, po flas jo që më kështu, po pra të tham as një ditë, dy kur ose kur do që jem taku, jem përshëndet, kem fol normal si kur qysh. Edhe ka qenë ndjenjë tjetër me u rikthy në pas luftës, pas asaj kohe të vështirë, më kthy mas pari ka qenë eksperiencë shumë e mirë me lujt në palestrat ku ke lujt edhe ti përpara, kur kom qenë si e vogël, kom ardhur me të pa. Kështu që ka qenë një eksperiencë tjetër, ndjenjë komplet tjetër. Tu a duk vetja që ke fillu me u marrë në mënyrë profesionale, edhe lojt kryesore që kemi pas. Kemi pas edhe kundërshtar tjerë, por nuk kanë qenë në atë nivel si ka qenë Bashkimi. Në atë kohë ata kanë pas Adelina Qipe, një për basketballiste më të mira gjitha kohërave, dhe ajo e ka bojt barën kryesore, por ka pas edhe basketballiste tjera të mira, Bie Berisha, Duena Rifati, edhe gjithmonë ndeshjet vitin e parë ato i kanë fitu trofejt, po më pas na kemi fillu me dominu. Edhe e di që kjo ka gjatë se s'ka bëj një 2 vjet me Blerim Krasniqi, trenerin Blerim Krasniqi, pastaj jeni hardë jo. Në kohën time fitojmë kupën edhe fitojmë kampionatin. Edhe kampionatin super krejt çka ka pas me fitu edhe me gjenerata 3, se filluan edhe kampionatet e gjeneratave 3, pasi përfundoi ke edicioni, e luajëm edhe për kadet edhe për juniore. Elvira Dushku, Teuta Abdullahu, Djeza Shaqiri, Vlora Braha, Vjosa Muqaj, Learta Berisha, ekip i cili është shqu në atë kohë për shtatlartësi. Dhe të ekipet tjera kanë qenë shumë më shtatë-shkurtër se sa jo. A do të thotë që kjo ka qenë dominimi kryesori juaj në atë kohë? Për pas që, po, jemi... Playmaker e keni pas Elvira? Elvira, normal. Si qendër ka qenë Vlora, unë, Ajlo, edhe Vjosa, Djelza, edhe Teuta. Faktikisht kemi qenë që kjo përbamja kryesore. Ka qenë shtatlartësia, po unë e mendoj se gjenerata e unë ka pas mjaft talenta. Kemi qenë mjaft vajza talentume, edhe që ajo e ka... Për pos shtatlartësis, kemi pas edhe shumë talent, edhe që ajo e ka tregu rezultatet tona atë më të tjeshme, që mi konë të pampushtë në çdo aspekt. Djeri ndër basketballistët që ka luajtur për 3 kombëtare, Shqipëri, Kroaci dhe Kosovë. Edo ka qenë reprezentuesi i Shqipërisë, po edhe me pasaport kroate, po duke qenë që njëri nga prindërit ka të lindur, nënën e ka pas të lindur në Bosnë, ai ka të drejtë me pas edhe pasaportën bosnjake. Po në 2015 mbash atëherë unë koni përzgjedhëm në Poloni. Në 12 e Polonisë dhe në akon aeroplan kur ardhi presidenti i Federatës Polonisë, po ullet aty afër meje, po më kallëzën që Kosova po pranon FIBA.